Në Galerinë e Arteve Guri Madhi në Korçë u çel ekspozita fotografike Shqiptar të panjohur e Ben Blushit, një udhëtim vizual mes fytyrave, jetëve dhe historive të njerëzve të zakonshëm shqiptar. Ekspozita lexohet si një roman figurativ e vizual me 32 kapituj, ku çdo fotografi është një tregim vete, një dritare drejt një jete, një kujtimi e një përvojë njerëzore. Disa prej këtyre portreteve i përkasin banorëve të Korçës, qytetit që mbetet i dashur për autorin. Ky cikël fotografik është një akt i eshtur dashurie për njerëzit e zakonshëm, për ata që nuk shfaqen, por që janë thelbi i jetës së përditshme. Do të gjeni aty 32 kapituj, me përshkrimin e jetëve të ndryshme të shqiptarëve të panjohur. Do të gjeni 32 dritare, nga ku do të shikoni shkrepjet e momenteve më intime apo dhe më publike të disa shqiptarëve të panjohur që ndoshta për ditën e injorojmë. Në çeljen e ekspozitës, megjithse Ben Blushi nuk ishte i pranishëm, miqtë e tij të vjetër, dashamirët dhe ardashësit korçar mbushën sallën për t'u njohur me këtë anë më pak të njohur të shkrimtarit, atë të fotografit, që kërkon të kapë shpirtin e njeriut përtej famës dhe titujve. Për mbritje në ekspozita si kjo, apo në qendra si Kod, apo në një galeri si kjo e rikonstruktuar, Korça ka një të shkuar, mbi të cilën me dinjitet po ndërton vlera të reja dhe po sjell eventet për masave gjithnjë më të mëdha dhe që peshojnë gjithnjë më shumë. Shqiptar të panjohur është një udhëtim njerëzor, poetik dhe i ndjeshëm, një përpjekje për të bërë të dukshëm ata që zakonisht mbeten në hije përmes artit të dritës dhe momentit.